Mirëmbrëma, Zoti ju bekoft, vëllezër, motra, Zoti ju bekoft, çfarë gëzimi që jam këtu me ju. Unë e di që ju po lexoni Biblën, po mësoni doktrinën, ju po përpiqeni, po sforcoheni për t'i pëlqyer Perëndis. Kjo është gjëja më e rëndësishme që ne ta duam Perëndin me gjithë zemrën tonë dhe të dëshirojmë t'i pëlqejmë atij në çdo gjë. Dhe edhe nëse ka dobësi ose nëse ka gjëra tek ne që nuk mund t'i lëm apo t'i braktisim, qëllimet që kemi në zemër Perëndia i shikon. Kështu që ju mund të keni disa gjëra, disa detaje për të ndryshuar, por Perëndia shikon tek ju se ju keni qëllimin për të ndryshuar sepse doni t'i pëlqeni atij. Kur duam një person, mundohemi t'i pëlqejmë personit që duam, dëshirojmë t'i pëlqejmë atij në çdo gjë kur e duam dikë. Prandaj duhet ta duam Perëndin ton, sikurse ai vetë na ka mësuar duke na thënë: duaje Perëndin mbi çdo gjë, mbi gjërat e mira, të këqija, mbi çdo rrethan, situatë, moment, mbi familjet tona, mbi pjesëtarët e familjes që na kundërshtojnë kur duam të ndjekim rrugën e Perëndis, edhe mbi ta duhet ta duam Perëndin, mbi gjërat e lehta, mbi vështirësitë, mbi vuajtjet, mbi mundimet, mbi hidhërimet, mbi lumturinë, pasurinë ose varfërinë ose çfarë do qoftë, mbi çdo gjë të duam Perëndin. Perëndia është i pari. Perëndia ekziston dhe ai na e ka provuar me mira herë se ai ekziston. Sepse nëse Zoti nuk do t'na kishte dhënë shenja ose prova të ekzistencës së tij, ne nuk do të ishim këtu. Por ai na ka bindur. Sa bukur është kur një person flet në gjuhë të tjera qellore dhe personi nuk mund ta shmang, as nuk mund të fillojë të flas vetë në gjuhë të tjera, edhe nëse do donte nuk mundet, dhe nëse personi flet në gjuhë të tjera nuk e shmang dot, kështu që aty personi i bën një pyetje vetes dhe thot: kjo që po bëj, kjo që un po ndjej në këtë moment, vjen apo kontrollohet nga një qenie e mbinatyrshme që më bën të përjetoj këtë që po përjetoj. Kush bën që unë të flas në gjuhë të tjera qellore? Kush bën që unë të flas këto gjuhë rrjedhshëm? Një njeri nuk mund ta bëj këtë, shkenca nuk mundet, teknologjia nuk mundet, askush, vetëm një qenie mbinatyrshme që udhëheq universin. Pra Perëndia ynë. Megjithse Perëndia kthehet në një mister për njerëzimin, për ne ky mister tani më po zbulohet dhe e ndjejmë në qenien tonë. Dhe prandaj për këtë arsye ne sforcohemi që t'jemi këtu dhe që të mblidhemi si kish. Ne mblidhemi në kish sepse ky është momenti kur Perëndia fillon të shfaqet në jetët tona, në zemrat tona, sigurisht në shtëpitë tona, në vendin ku jetojmë, ne i lutemi Zotit ose lexojmë një pasazh nga Bibla dhe lutemi dhe Perëndia është aty duke na parë, duke na dëgjuar, por gjëja më e bukur është kur ai thot mblidhuni në kish, sepse në kish Zoti shfaqet më shumë. Aty janë dhuntit frymërore, Zoti i shpërndan gjërat shpirtërore çdo personi, që çdo person të punoj si me vendosjen e duarve, me profecinë, në një mënyrë ose në një tjetër, duke çliruar, pra Perëndia është aty, duke punuar në çdo zemër, në çdo jetë.